Kjo është një vjedhja shiqare fare, kupton. Civike ti më zotri, shkatrosh komunitetin vjen ti, se ke pushtetin. Nuk shkon kështu, duhet gjohen banorët, a kupton. Unë shumë mirë kam prona goxha, a kupton. Po jo pse kam pronë unë, dëmdoj komunitetin. Se bëj atë punën, kur, a kupton. Nuk e bëj, a kupton. Edhe këtë punë, Osman, jo që nuk do të le, vetëm vdekja do të ndaj, a kupton, nga puna pronës. Deri në përfundimin, çfarë do të thotë gjykata. Jam shumë i vendosur për këtë punë, a kupton. Po jam dhe aq i vendosur që kjo punë mos realizohet për komunitet, a kupton. Se nuk duan lek që të pasurohet mu të vdesi komuniteti. Nuk e duat punën. Nuk e duat punë që të pasurohet mun e të vdesi komuniteti. Nuk e duat punë, se unë me këtë komunitet jetoj. Unë jetoj me këtë komunitet. Unë, Osman, kam mundësi i folë mi biznesmen, qëfar mund të bëjmë për shemë, kështë të familjet vinë nesër në punë këtu. Po jo ato të bëjnë rolin e pronarit që të vinë mu me polici e me ushtri, të nxjerrin mu ato, e të vrasin komunitetin, se kjo punë nuk shkon.